3 ditë, 4 ditë një javë, unë e kam qenë tregun e Prishtinës. Edhe këtë jem me fermer aty edhe i di problemet krejt. Mas pari, po thonë fermeri, nuk ka vend caktun për me shit prodhimin. Vendin më të keq që ekziston, fermeri e ka të rezervuar. Do të me shku në 8 ose 9 natës për me zonë një vend bajagi si të mirë pak aty, që me mujtë me shit diçka. E dyta, çmim të garantuar s'ka. Nuk ka çmim të garantuar. E që çmimin vjen thë ta malen për qikaq. A pet ta merë sot dën aj. Po, që më jo në fakt mos me dalin shumë fitan. A mund është me shit, as mund është me shit, ajo është problem. Tani perimet kanë jetë shkurtër, apo kupton? Edhe s'ki Se duhet me qenë të freskëta dhe... Po. Do me thonë, tregu, çmimi, këtu janë arsye që janë ftuar njerëz. Tani po kanë probleme edhe me smundje. Edhe nështë nuk din shumë mirë edhe me i parandalu, kështu që shkon dëm gjithçka që e ka bo. Na kanë bon bajat trajnimet, po në çdo herë ku më thonë, edhe para media, po edhe fermerëve këtu. Fermeri të paktën një herë në 6 muaj duhet më trajnu. Fermeri nuk mundet me përcjell shkencën. Ekspertit duhet m'jau spjegu. Tash po ka edhe smundje treja, insekte treja, edhe duhet patjetër fermerin me këshillu. Cilat janë planet për të ardhmen, sa i përket punës në bujqësi, në këto sera, ndoshta dhe të dënë mu marrë me ndonjë farë tjetër, me një fidanishte tjetër, diçka që me dalë në treg, ndoshta diçka trej me sjell. Kërkesat për fidane janë të shtu, të rritë. Kështu që për fidanet perime, po mendoj. Tash edhe eksporti është në rritje e sipër. Kështu që na nuk mujna mu largu, do me thonë për pas speca, domate edhe këtyne. Eventualisht një kohë e këna ndërprej edhe prodhimin e fidaneve dredhësa. Kështu që do të fillojmë përsëri me prej fidanit am, edhe na me prodhu fidan cilësuar për njerë për njerë që kjo plan është, pastaj varet prej kohës. Me pas shëndetin kryesori ata në tjera të vodë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.